يقول الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Allahun e falenderojmë, ai që meriton të falenderohet është Allahu. Ai që meriton të madhërohet është Allahu. Ai që meriton të kërkojmë mëshirë është Allahu. Allahu është i gjithë mëshirshëm. Allahu na mëshiroft neve dhe gjithë muslimanët. Allahu është falësi më i madh në këtë ditë xhumaje, ku Allahu falë, lutim Zotin e madh që Allahu të na falë mëkatet, ja Rabbel Alamin. Me atë që filluam, udhëzimi është në dorë të Zotit dhe begatia më e madhe është imani dhe Islami. E prandaj Allahu është ai që i udhëzon njerëzit dhe kanë don Allahu udhëzon, dhe lutim Allahun që ne të jemi nga ata që Allahu të na udhëzon deri në momentin e fundit, ja Rabbel Alamin. Salate dhe selame i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, në këto momente të xumas, ku duat pranohen, e lutim Allahun më na dhon më të mirë dhe më të shtrenjtën është Xhennetul Firdausi, Allahu nasip na boft. Allahu të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Prej Allahut kërkojmë Xhennetul Firdausin dhe Allahu të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Prej Allahut kërkojmë Xhennetul Firdausin dhe Allahu të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Amin. Pejgamberët e Zotit e kanë pas prej derteve më të mëdhaja normal imanin, dhe ne kemi këtë dert, dhe ne jemi pasues të pejgamberëve të Zotit, dhe ata që e ngrit njeriu është imani dhe veprat e mira. Pa iman dhe pa punë të mira nuk ka as xhenet, e as mëshirë, e as falje. Këto janë sebepet që Allahu të mëshiron, Allahu të fal, Allahu të udhëzon, Allahu nasip na baft imanin, ja Rabbel Alamin, edhe veprat të mira. Mirë po, Ibrahimi alayhis salam tha, "Vej'alni lisana sidqin fil akhirin." O Allah, bana mu që të përmendem në breznat, gjeneratat që vinë mas mu për të mirë. Pse kam zgjedh këtë ajet? Se pejgamberët e Zotit janë kanë yrnek i njerëzve. Baba du të më kanë yrnek për djemt, mësuesi yrnek, hoxha yrnek, ustahi për qirakin yrnek, mjeshtri për punëtorin yrnek. Secili du të më kanë yrnek. Në dynjat je student, je mjeshtër, je punëtor, je qirak, dush më kanë yrnek i mirë. Dhe dush me pas dert, qysh e ki emnin? A je mjeshtër i mirë? A je doktor i mirë? A je mësues i mirë? A je hoxh i mirë? E kitë këto e baj një cilësi imani, se unë këtë vepër e baj që të përmendem dynja dhe në ahiret. Prandaj ne, njerëzit i njomin në rrethin ton, filani 30 vjetë zullum, a i zdes në sejdën në safin e parë. Pse? Allahu as nuk e don, e as nuk e udhëzon. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah as nuk e don, as nuk e udhëzon. Prandaj çysh e ki emnin, çysh do të përmendesh tu kanë gjallë, edhe kjo është nderi, privilegji, nëse njerëzit flasin për mirë, dëshmojnë se ti je burr i mirë, me emrin e Allahut ki mu përmend edhe në ahiret për të mirë. Nëse në dynjat përmendesh se ti je tradhtar, mashtrues, zullumçar, çfarë do të që ti jesh në kategori, je mjeshtër, je tregtar i mirë, je tregtar i keq, je student i mirë, je student i keq, dhe ashtu me radhë, prandaj njerëzit duhet më kanë yrnek. Edhe vazhdimi i lavdrimit një personi gjatë jetës së tij, edhe pas vdekjes së tij, është bekim i madh i Allahut që Allahut ka nderuar ty. Hoxh, kanë i ka përmend Zotin Kur'an? I kanë përmend njerëzit më të ngritur. I ka përmend Ibrahimin alayhis salam, e ka përmend Ademin alayhis salam, e ka përmend Jusufin alayhis salam, dhe emrat e atyre nuk shuhen hiç deri në ditën e Kiametit. Do të ndalen vetëm dy shembulla, koha është e nxehtë, tap mesazhin pse më ti përmend se si e ki emrin, me çka veçohesh ti në këtë dynjë. Ademi i pa dy djem, Habilin dhe Kabilin. Habili në histori nifet si njeri adhuruesi Zotit, respektuesi babës Ademit alayhis salam, babës vet. I ndershëm me motrat, ishte shumë i sjellshëm, po ishte edhe çoban i dhenve. Ja dha detyrë Ademi alayhis salam, ishte i mëshirshëm me dhend dush më kanë i mëshirshëm, e me insanin hala më shumë.
edhe përmendet Habili e për të keq apo për të mirë? Për të mirë. Ërnek i të mirës, djali i Ademit a.s. Djali tjetër, këtë vazife mirujt dhënë t'ja dha kush? Ademi a.s. Djali dytë, ja dha shatin, tha ti bujk tokën, ishte i vrazhgët, nuk ishte karakter të butë. Çish përfundoi Kabili? Përfundoi vrasës i vllavit vet. A përmendet për të mirë apo për të keq? Për të keq. Atëherë na jena bita Ademit, cili dush mi gati, të parit a dytit, ti je zullumçar apo mirës? E dyta, Jusufi a.s. me gjithë sfidat që Allahu ka zbrit surën në veti, një sprovë të veçantë jemi në sezonën e verës. Nuk ishte tradhtar i moralit në familjen ku u rrit. Ishte i moral shumë. Morali Jusufit a.s. me Zulejhën, tha inni akhaf Allaha rabbel alamin. Ishte ërnek, përmenet Jusufi a.s. për ërneklëkin shumë forma, një prej tyre mbrojtjen dhe rujtjen e moralit. Prandaj ne përmenim Jusufin a.s. si pejgamber të Allahut, çka ërnek i të mirës. O vllavi jam, ti që je në xhami, ti je punëtor, ti je mjeshtër, ti mundesh më konë mësues, ti je profesor, ti je tregtar, pash Zotin, a je i mirë, a je i keq? A do të përmendesh mas vdekjes për të mirë, apo do të përmendesh mas vdekjes për të keq? Duaja Ibrahimit a.s. ndëgjoni me vëmendje, prej 3 duave tha, Rabbi hebli hukmen wa alhikni bis salihin. O Zotim, më dhëra mu dituri që të njoh Zotin s'pariherë, do të thotë imanin, e pastaj ta implementoj këtë fe të Zotit dhe më radhit nga njerëz e mirë. Pastaj bani duan e dytë dhe tha, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dhe Allah banëm që unë të përmendem për të mirë në breznat që ka vinë mas mu, t'jam ërnek. Waj'alni min warathati jannatin naim, dhe më bëjnë nga trashëgimtarët, nga xhenet lit. Prandaj këto 3 lloje duave janë ërnek. Ibrahimit a.s. që ne duhet me bën këtë dua. A ki më përmend për të mirë, a ki më përmend për të keqe. Para se me përfundu. Jemi në fund të vitit shkollor, ku ne zakonisht në fillim të vitit hoxhallarët flasin për vlerën e dijes dhe flasin për profesorët si një gjenerat më e privilegjuar që ja kemi dhënë më të shtrenjtën e vladin ton më na eduku. Me çka? Me dituri. Edhe nuk du me marë për të madhe këtë punë. Kur ti marrin lavdratat, lavdratën nuk duhesh me tradhtu, emanetin nuk duhesh me tradhtu. Nëse 4 vjet ke instalu diturit e vladi, pe përmeni, dituria pa moral nuk na duhet neve. Profesor me shishe ndorë nuk na duhet neve. Atë çka e ke ndërtu për 1 vjet, për 4 vjet, mëse prish për një moment. Prandaj, çka janë të babe 3 tona dhe 3 tona, organizon filan shkolla mbrëmjen e maturës. Gëzojo, çka i të gëzu? Me gjujt librën, me gëzu, me marë diplomën, edhe masanena çka? Mës me ditë vetën me kontrolu. Po më vjen turp mu shprej, ma shumë lakurit se sa të mblu me vajzat 17 vjeçare, 16 vjeçare. E dikush e hub edhe vetë dijen. Dikun në shtetet fshin, kanë 2 natës, ka thyt qafën, ka bë dhe ndeshje. Pse? Ka dale dehur, i pijan, ka pi alkohol, jetu gëzu që e ke bitis shkollën, ti o mësus, ti o profesor, ti që ta kemi dhonë më të shtrenjtën, ti që e ke dhonë më të mirën diturien, atë që e ke ndërtu, më se prish në moment të fundit. Se ti do të përkujtohesh, valla filan profesori ka qenë, në kiti njofi mësus dhe profesorët e tonë, arsimtari filan ka qenë shumë i disciplinum dhe shumë principial, edhe flasim fjalë të mira, ama për do nuk flasim fjalë të mira. Për do çka e humbin vlerën e profesor Lëkit dhe bin, edhe dalin jashta kontrollit, e humb vedijen, Allah i të ka dhënë mend, e ti e humb edhe veten, edhe nxënësin, dhe studentin, dhe studenten. Feja na ka mësuar me ngrit vlerën e imanit, vlerën e diturisë, vlerën e moralit. Prandaj ardhmëria jonë është me 33 tona. Prandaj le të përmendemi edhe si student, edhe si tregtar, edhe si profesor, edhe si mësues ërnek i të mirës, se kime hinë histori
jatë mirëve, jatë këqirve. Janë në formën, në pasarzve të Kabilit, jatë Habilit. Ne jemi djemë të Ademit a.s. Ja ndjekë rrugën e Ibrahimit, ja ndjekë rrugën e Ademit, ja ndjekë rrugën e Jusufit a.s. për moral, e Allah i rnekin më të mirë të njerëzimit e ka dërguar pejgamberët e Zotit. Lusë Allahun e madh që ne shka jemi këtu, Allahut na përmend për të mirë, dhe xhamati dhe njerëzimit na përmendin veç për të mirë. Të jemi ërnek i të mirës e jo i të keqes. Të jemi ërnek i udhëzimit dhe jo i devijimit. Të jemi ërnek i vlerave dhe jo i antivlerave, se feja Allahut është fe e vlerave, fe e imanit, fe e ërnekit të mirë dhe shembull me qenë. Allahu e përmend Muhammedin a.s. e kemi dërguar uswatun hasana, shembullin më të mirë. E ne jemi umeti Muhammedit a.s. Allahu na baftë të rnek të mirës të umetit Muhammedit a.s. E lusim Allahun e madh që rinin ton, student dhe studentet, Allahu t'i ruan nga devijimi dhe përfundoj një hadith të Resulullahit a.s. O ju 33-ja, ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nëse në kokën e njeriu të hin një gjyrpan, plag shumë e madhe, është më e lehtë se sa ta prekish një trup të një femrës që nuk e kije halal me prek. Hadithi pejgamberit alayhis salam. Nëse dikush e prek, se ti e prek një motër të dikujt, një vajzë të dikujt, nëse e prek dikan, ka më të prek dikush të ti nesër. Por dhimbta e gjyrpanës në kokë është më pak se sa dhimbta që ti e prek një trup të cilën e kije haram. E lusim Allahun të na ruan fen ton, ja Rabbel Alamin. Të ruan moralin e fëmijëve, vajzave dhe djemve ton, ja Rabbel Alamin. E lusim Allahun që të na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu të na mëshiron dhe të na fal, ja Rabbel Alamin. O Allah, për hir të kësaj dite xhumë, o Allah, na ban nga ata që na ke fal gjunahet, ja Rabbel Alamin. Na ban fitimtar në dynja dhe në ahiret. Astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin, fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.